Kisha aktuale është ndërtuar mbi rrënojat e 3 kishave të mëparshme dhe përbën objektin e 4 në këtë vend. Pranë saj, gjendet edhe një gur i gvëndur nga viti 1600, dëshmi e ekzistencës së një katedraleje të madhe, dikur e vizituar nga personalitetet e larta të kishës katolike. Kjo kishë është kushtuar të ngriturit të Zojës në qiell. Dhe më 15 gusht, gjatë festës së Zojës së Berishës, mbi 25.000 besimtar nga fe dhe kultura të ndryshme mblidhen për t'u lutur dhe për të kërkuar paqe shpirtërore. Në këtë vend të shenjtë shërben Don Lush Gjergji, një figurë e dashur dhe shpirtërisht e lidhur me çdo gur dhe njeri të këtij vendi. Me përullësi dhe dashuri, ai ka pritur për vite me radhë mijëra vizitor, duke shndërruar Letnicën në një streh paqeje për të gjithë. Letnica nuk është vetëm një vend i shenjtë, por edhe një dëshmi e gjallë e historisë dhe trashëgimisë së rajonit.